Arber Hoxha ka qenë padyshim një zbulim për kombëtaren ton duke bërë paraqitje shumë të mira në të majtë të sulmit. Kështu interesimi për sulmuesin e Shqipërisë nuk ka munguar. Mediat angleze raportojnë se Hoxha ka hyrë në radarin e 2 klubeve të Championshipit. Ata janë Sheffield dhe Hull City. Sipas raportimeve, edhe pse Hoxha është nën kontratë me Dinamon e Zagrebit deri në vitin 2029, kartoni i tij vlerësohet të jetë i arritshëm për klubet e interesuara. Hull City mund të përballet me vështirësi në garë për shkak të embargos së transferimeve, e cila i detyron të synojnë vetëm një marrëveshje huazimi. Sheffield nga ana tjetër shihet si më e avantazhuar pasi klubi po kërkon me ngulm përforcime për merkaton e janarit. Forma e mirë e Hoxhës dhe eksperjenca e tij në arenën europiane e kanë kthyer në një objektiv të rëndësishëm për të 2 klubet angleze, ndërsa gara pritet të intensifikohet me afrimin e afatit kalimtar të dimrit.